Personat që hanë fasule duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Fasulet konsiderohen si një ushqim i shëndetshëm dhe shpesh mund të gjenden në tryezën e anvisave shqiptare. Ato ndër të tjera janë të pasura me vitamina, por kanë edhe disa efekte jo shumë të këndshme. Ndër dobitë e fasuleve janë përmbajtja e lartë e hekurit, kaliumit, fibrave, proteinave dhe vitaminës B. Gjithashtu fasulet kanë veti të mira kundër radikaleve të lira për shkak të kimikateve që përmbajnë to, të cilat luftojnë qelizat e dëmshme. Ndër të tjera parandalojnë problemet e zemrës, ulin kolesterolin dhe ndihmojnë në humbjen e peshës, për shkak se ngopjen dhe nuk ju shëndoshin. Por krahas dobive, fasulet kanë edhe efekte të pakëndshme si gazrat, arritje presionit të gjakut dhe stimulojnë shkaktimin e migrenës. Ekspertët këshillojnë edhe përdorimin e fasuleve të gatuara mirë, në mënyrë që të mos shkaktojnë këto shqetësime. Është e rëndësishme që fasulet t'i vendosni në ujë përpara gatimit për të evituar kështu edhe fryrjet e stomakut për shkak të acidit fitik.